Dhe një varitet tjetër e kam edhe unë në këto momente. E diti që kemi një grup skautistësh në Shkodër? Po, kemi, sepse disa herë edhe i kemi përcjellur në disa emisione që kemi realizuar. Po pse nuk thua, jo nuk e di. Po ti do të tregosh babait të arat? Babaj do i tregosh arat? Ç'bëj unë 20 vite në televizion. A ka me ndonjëri më pa i shku mikrofoni? E dale se 13 më janë bërë edhe mua. E më mirë, dakor, më mirë. Ato 7 vite që kam më shumë i kam takuar bukur, skautistët. Mirë, shumë bukur, po skautistët janë vërtet shumë interesant. Kanë përcjell vërtet vlera shumë të mira, janë të rinj shumë, por kanë punuar fort për ta merituar atë kapelen, si ishte ajo kapela që duhej merituar. E duhej bërë një sër sfidash për të merituar. Ma thanë edhe mu, po sa për emision se ma morën prapë pastaj, se thanë si ke realizuar të gjitha provat, të gjitha normat, ashtu që kemi realizuar ne. Shallin, sepse unë thjesht i kam shoqëru, por se po rëshqas unë te ura e telit, do me thonë në zonën e urës së shtrenjtë, me zipline, për të zbitur dhe poshtë, nuk e bitë dhe, është shumë më vështire. Po shalli ma dhanë, nuk ma morën si ty, ma dhanë. Ma dhanë kapelen, po ma morën, sigurisht kjo është me shaka, përcjellim skautistët. Jemi me skautët e Europës. Çfarë janë skautët e Europës? Atëherë, skautët e Europës, shkurtimisht fjala jena eksplorues, dalim natyrë, hapim çadra, nezim zemrin, gatujm vetë. Edhe është një mënyrë edukimit se fëmia mëson se si me jetu me vëllezën, si mu qu nade herët, me bë lutje nadje, me bë me hongër vetë, edhe me kujt shtratin vetja mama atyne. Sa bukur. Si e ke emrin dhe cili është roli yt? Atëherë, unë jam Emanuel Tavasja, shefi Dex Jeshile edhe zëvendës komisioneri i përgjithshëm i Shqipërisë. Wow, urime. Si u bëre pjesë? Si e gjete veten këtu? Atëherë, unë fillimisht e kam filluar si patrodhjerët e mi, e kam filluar në para 4 vjeç, edhe mas 2 vitesh jam bërë shef, mas i kam kaluar 17 vjeç, tani jam 19 vjeç. Edhe jam shef, edhe jam zëvendës komisioner i përgjithshëm. A është një detyrë e vështirë? Si të lutem? A është detyrë e vështirë? Jo, detyrë e vështirë nuk është, nëse punon fort dhe me bashkëpunim gjithë shefave tjerë. Nëse bashkëpunimi është i mirë, asgjë nuk është vështirë. Të falenderoj shumë. Asgjë. Cili është qëllimi? Më trego pak. Qëllimi është me kenë qytetar sa më të mirë, edhe të edukum, edhe kjo arrihet nëpërmjet lojnave natyrë. Gjithashtu është një mundësi pozitive që sepse në skat jena po telefona. Do me thonë, është një mundësi e mirë që mu distancu prej telefonit. A e patët vështirë të adaptoheshit? Në fillim është e vështirë, se është diçka ndryshe që i të bo, masanej mësohesh me kalimin e Kosovë është e thjeshtë, duket e thjeshtë. Si operoni, si e ndërtoni ditët tuaj? Atëherë, dita ndërtohet në bazë të aktivitetit që kena me mësu, për shembull mund të kena ndërtimin e shpejtë, mund të kena ndërtimin, orientimin, janë disa detyra të ndryshme që i kena në bazë të patrollerëve që jena. Masanej, për shembull, kena përnimin e shpejtë, do të organizojmë tonë aktivitetin vetëm me mësu përnimin e shpejtë. Mund të bëjmë lojna, mund të bëjmë çaste lutjet, reflektimit, mund të bëjmë edhe pjesë teorike ose praktike, bazuar te aktiviteti që dojmë. Cili është emri yt edhe funksioni? Emri im është Nikola Mllugja, jam shef patrullet. Oh, sa bukur. Faleminderit shumë. Po ti, më lejoni pak këtu. Si e ke emrin? Lukas Orgalla. Pse u bëre pjesë e skautëve? Po, me fillim ka nërë si një reklamë e vogël të shkolla. Dhe më duk si një eksperiencë ose një gjari që më duk shumë e bukur. Edhe e provova dhe kjo më pëlqeu dhe shkoj tani 2 vite. 2 vite? Bravo, komplimente. Shoh edhe një vajzë, hajde pak të lutem. Edhe një skautiste. Po, unë jam Era Tavasja, kam vazhdu skautin duke por vllon tem sporit, edhe ma duk një përvojë shumë e mirë, edhe një gjë shumë e mirë për fëmijët, i ndihmon në ecjen e tyre, një edukim më i mirë, dhe është një zhvillim tjetër për te shkollës për shembull. Në shkollë mësojnë teori e gjana, përse këtu është, si me thënë, një mësim për jetesën, me kushte të vështira dhe gjana shumë më të bukura. I japin një gëzim të ri të fëmijëve, një gëzim që për shembull në shkollë nuk mund ta përjetojnë atë gëzim.
A ishte vështirë adaptimi? Nuk është kush e di vështirë, është një, si me të thonë, diçka shumë e bukur, nuk është se di as me e përshkruar fort mirë. Eksperienca më e bukur që ke kaluar me skautët? Ka qenë një ndër kur kalova prit e guidat, që isha fëmijë tek shefat, por ishte edhe një përvojë e bukur që na takoi që me udhëtu në Francë, ishte një gjë shumë e bukur dhe një përvojë që s'kena për ta harruar kurrë. Unë jam shumë e lumtur për të gjithë ju që keni mundësi të bëni pjesë e kësaj eksperience edhe të kaloni kaq kohë të bukur me njëri tjetrin në mënyrë kaq të veçantë dhe jam shumë e lumtur që u bët pjesë e emisionit Tatokim. Faleminderit. Një urim për festa? Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar festat e fundvitit edhe hajde një skaut si është e mirë. Ju uroj Krishtlindjet sa më të mira të tonëve, me shnetet mira tonë dhe hajde një skaut si është përvojë e bukur. Tani do në me të falë dhe kapelen. Oh, sa bukur! Bëmë skautiste! U bëra dhe unë skautiste, është një nder shumë i madh për mua. Faleminderit nga zemra, faleminderit të gjithëve. Si e ke emrin? Emri im është Saverio. Dhe cili është roli yt te skautistët? Jena degja e Shile dhe unë kam hyrë skaut në korrekt viti 2023-shit. Edhe unë jam... Goxhako? Apo, edhe unë jam kënë shumë i lumtur që kam marrë pjesë me shokët e mi të skautit që kanë hima për paran, edhe jam shumë i lumtur që kam ballë unë qef, kam lujt. Si u bërë pse vendosët bëshë pjesë e skautistëve? Sepse mu më ka pëlqyer shumë. Jam shumë e lumtur që ja ke mbritur kësaj dite. Faleminderit shumë për josh. Gëzuar festa!